Me votën e 106 deputetëve, kuvendi është drejtuar sërish gjykatës kushtetuese për mandatin e deputetit Koço Kogdhima me kërkesën për mbarimin e mandatit, pasi sipas Partisë Demokratike ka përfituar fonde publike edhe pasi ka marrë detyrën e deputetit. Kundër kërkesës votuan deputetët Mira Shehu dhe Vladimir Kosta, ndërsa abstenuan vetë Koço Kogdhima, Klodiana Spahiu, Nami Kopliku dhe Paulin Sterkaj. Opozita ishte rikthyer në kuvend vetëm për këtë votim, por deputeti Koço Kogdhima mori fjalën për të mbrojtur ndaj akuzave që sipas tij orkestrohen nga ish-kryeministri Sali Berisha. Nuk do bëj asnjëherë në një shkelje ligji, nuk do ju jap juve kur këtë kënaqësi. Kur Sali s'ke për ta pas. Shpiv këtu si Arigjov çdo ditë, mua më ke përballë, unë do t'jap përgjigjen që meriton. Por votat e të dyja palëve nuk u arritën për deputetin tjetër të Partisë Socialiste Rakip Suli, i cili ka kërkuar edhe vetë që gjykata kushtetuese të shprehet për mandatin e tij. Partia Demokratike dhe Partia Socialiste nuk ranë dakord për formulimin e kërkesës që do t'i dërgohej për sugjerim kushtetueses dhe shtyn për një javë votimin. Rakip Suli ka 20 vjet që ka drejtuar kompaninë Aurora Group. Nuk ka marrë 1 euro tender publik. Ish-kryeministri Sali Berisha tha se shtyrja e votimit është presion i hapur i mazhorancës ndaj gjykatës kushtetuese. Mazhoranca e bllokoi në momentin e fundit. Po pse bllokoi? Mendon ti se po derdhin lot këta për kokën e Rakip Sulit? Asnjëri prej tyre. Këta e kanë hallin të krijojnë rrethana presionit jashtëzakonshëm mbi gjykatën për Koçon, për Mis Hekurudhën. Kuvendi votoi gjithashtu edhe projekt ligjet e mbartura nga seancat e kaluara, kur anë sy vota kundër e 14 deputetëve të Lëvizjes Socialiste për Integrim për ligjin për masat shtesë për sigurinë publike, i cili u miratua me 61 vota pro, 14 kundër dhe 1 abstenim. Ndërkohë, në votim nuk morën pjesë as deputetët e PD-jus për shkak të pakënaqësive ndaj koalicionit.